الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Besimtari punon të fitoj xhenetin, të shohë Allahun dhe vetë, të gjojë kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar të muaj të gatë, të muaj madhë të kërkuar dhe të dhënë mundësi, që me vepra të mira, me lutje dhe me vepra të mira, të arrijë mirësitë të mëdha të xhenetit. Jemi për atyre që të shohin Allahun, për atyre që fitojnë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Xheneti është vendi ku njeriu do të ketë të dëshira. Fiha ma tashtahihi al-anfus, vendi ku njeriu do të gjejë atë që ka syri dhe zemra. Në xhenet ka gjëra që si ka pasur në syri njeriu të thotë. Ka gjuar për to ndonjëherë veshin njeriu. Nuk nga shkuar në vetë e njeriu mirësi, bukurit dhe negative shumë të xhenetit. A ne kemi parë në botë lloj mirësish, pa që në xhenet përtej asaj që kemi parë në botë, janë dy darë, që është vazhdueshme apo s'ka të tërë. Prandaj vetë i përpiqet fitoj xhenetin. Do sillet e ditën e gjykimit, si thuhet në hadith të saktë, të Sahihul Muslimit, njeriu që ka kaluar në kushte të vështira në këtë botë, po ka qenë besimtar. Ka bërë më shumë në botë, po ka qenë besimtar. Dhe do futet në ditën e gjykimit për shkak se ka qenë besimtar, ka besuar, ka bërë vepra të mira, do të futet një moment në xhenet. Në vendin e mëshirës, begatisë, gëzimit, bukurisë, mirësisë. Vetë një vetë, edhe do të apysë krijuesi i gjithësisë. O robi, a ke pasur një keq, a ke vuajtur ndonjëherë? Do të thotë kur s'kam pa keq. Kur s'kam vuajtur ndonjëherë. Pra një moment të kënaqësie në xhenet do të bëjë që ky njeri që ka vuajtur më shumë në botë të harrojë gjitha vujtjet, dhimbjet dhe vështirësitë e kësaj bote. Imagjinoni si është kënaqësia e xhenetit. Vana tjetër, por në kujtën hadith thuhet, do sillet njeriu që ka kaluar në kushtet të luksozit të kësaj bote. Po apo ka qenë jo besimtar, ka qenë keqbërës, s'ka besu, s'ka po vepra të mira. Do futet një moment në zjarrin e xhenetit, në vendin e bujqit, zëlimit, zjarrit, ku ka ujë që vlon, ku do ushqehen me dëndjet që shpërthejnë dhe trupët e banorëve të zjarrit, ku ka lloje të ndryshme, dënimi, vujtje dhe pikrimi. Do futet një moment në njeri i keq në zjarrin e xhenetit. Dhe do të thotë Allahu në Kur'an, o robi, a ke pasur një mirë? A ke kaluar ndonjëherë kushte të mira? Thotë kur s'kam pasur mirë. Kur s'kam kaluar ndonjëherë kushte të mira. Një moment vujtje të rrimë të xhenet do të bëjë që ky njeri të harrojë të gjitha kënaqësitë dhe gëzimet e kësaj bote. Kështu që xheneti është vendi i mirësisë, kush hyj në xhenet do jetë në mirësi pa lutje. Zjarri i xhenetit është vendi i vujtjes dhe i dërimit. Kush hyj në zjarrin e xhenetit do të ketë të ditë mirësi në çështë të desë qafire. Allahu na falë. Atë vëzë duhet bëjmë veprat për të shpëtuar nga zjarri i xhenetit dhe për fituar xhenetin. Allahu na ka thënë në Kur'an, që të ruhemi nga dënimi i zjarrit, të mbrojmë veten dhe familjen nga dënimi i zjarrit të xhenetit, dhe të mbrojmë veten me dy gjëra. Të zbatojmë detyrat e fesë, Veron shahadet të bitje, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dhe bitje që Zoti është i vërtetë dhe të meriton të adhurohet. I dërguar e Allahut është i vërtetë, Islami është feja e drejtë e Allahut, Kurani është libri i Zotit, feja e Islamit është feja e vërtetë. Xheneti është hak, xheneti është hak, gjykata është e vërtetë. Njerëzit do ngjallën, do gjykohen, prapë pas besimit. Me thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah me bitje, me i fatë responsën e namazit, s'ka shpëtim pa namaz. Duhet të zbutoj nga zjarri i xhenetit dhe ta fitojmë xhenetin.
duhet patjetër të i falë 5 vakte të namazit. Kush nuk ka bërë kthejës çfarë? Ka betur dhe pak ditë Ramazanit, dhe pak net. Dhe Allahu në kërë do falë ata që ka bërë kthejës. Ata që s'jo dejë për falje, s'ka vendosë në u falë, rezikoj që të si falë Allahu në artuar. Andaj duhet të i falë 5 vakte rregullisht. Nëse ti i muslimon që s'ka bërë kthejës, i falë 5 vakte, dhe i bërë thirrje, Allahu ka krijuar të falësh namaz. Falë namazit është vepra më e dashur tek Allahu, është vepra më e mirë, është adhurimi më i mirë tek Allahu. Është vepra e parë për cilën do na marrë llogari Allahu ditën e gjykimit. Është mbylla e fesë. Pra du shpëtoj me zjarrin e anëve të xhenetit. Çojmë brizën e zotit xhenet. Fitojmë kënaqësinë e Allahut, kënaqësia e Allahut për besimtar, do jetë mirësia më e madhe, mrekullia më e madhe, ridwanu min Allahi akbar. Sot Allahu Kur'an, kënaqësia e Allahut për banorët e xhenetit është mirësia më e madhe. Sepse ajo e kënaqësi dhe gjithë pas shpërtorë. Po duhet të falë namazin. Kush ka pasuri të japë zekatin e pasurisë, dhe alhamdulillah që ka në Ramazanit, kush ka mundësi, ka të kryejë me haxhin, do të respektojmë prindërit, vajmirë me farekisit, jemi të drejtë, respektojmë drejtat. Gjithashtu të duhet nga gjunana, duhet nga shirku, do duhet ju mos me i vënë shok Zotit, se kush i vën shok Zotit ka zëson gjitha veprat, shkon në xhenem, kush shpëton kurrë nga zjarri i xhenemit. Do të rritë dhe nga gjunat të mëdha, vjedhja, ibariteti, pieterse, sabata, e të tjera që dohen, shumë fituar xhenetit. Pra, do të zbatu të tyre dhe do të ruajnë nga gjunat. E nësë Allahu, që të e pranoj lutjet, ta falë, o Allah ti e falës, ti e do falë, andë të falë. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. E nësë Allahu që të shpëtoj nga zjarri i xhenemit. Se në çdo kohë iftar Allahu liron njerëz nga xhenemi. Në çdo ditë, çdo natë Ramazanit, Allahu liron njerëz nga zjarri i xhenemit. Në çdo natë Ramazanit, Allahu shpall si shpëtimtar, si shpëtuar, si liruar nga zjarri i xhenemit ca njerëz. E nusë Allahu që gjithë kemi shpëtuar nga zjarri i xhenemit. Dhe na bëj banorë të xhenemit, Allahu shpëton me alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina